Ky emision mundësohet nga Smart Home Albania, jeto më zgjuar. Eurocold Service, energji që nuk ndalet. Klinika Europiane e Syrit. Electromagic, përjeto eksperiencë. Simak Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur në Mëllër ta mbaroj. Faleminderit shumë që na pritet një javë, mezi na keni pritur, unë e di shumë mirë. Sidomos ty një. Sidomos mua. Unë ndjej këtë gjë, ndjej çdo ditë, domethënë nga edhe mua. Çe ishte ky zë? I kujt është ky zë? Është zë shumë familjar për të gjithë besoj. Zëri i Bujar Asqeriu. Sa bukur. Po ta marrim mend se dua ta them këtë përpara se të lë të mbarosh. Ne provën e parë të X Medias ne kemi bërë me Bujarin dhe shumë prej jush thanë që ka qenë e kam shumë xhan Bujarin dhe kam ndjekur kur kam filluar të eci, domethënë jam rritur me filmat e Bujarit dhe menduan njerëzit se zërin e bëja unë, domethënë, po jo ishte vet Bujari. Bujar. Isha veti pranishëm aty dhe bëra vetë zëri. Ishte zëri Bujar. Edhe pse të ngatruan ty. Romeo në fakt Bujar, Romeo të ka imituar gjithmonë, sepse një gjë që Romeo bën kur është në shtëpi natën vonë, Po. she filmat e tu. Të gjithë njerëzit mund të bëjnë ta them vërtet. Është vërtet, e mban në kanalin të këto filmat shqiptar edhe i sheh shumë filmat e tu. Edhe përveç kësaj, ai imiton shumë mirë dhe pjesën e Maçoku me çizme, e vërtetë. Po, është një nga personazhet më simpatik që un kam dubluar tek filmat. Po sa interesante. Kur ti flet më vjen në mend Maçoku. Maçoku me pushnia, shimerush. Un jam Maçoku, më dembel në botë. Sa bukur, si më vëmisi. Do të thonë do fligjo. Është personazh shumë simpatik ai dhe unë e kam bërë me shumë dashuri. Sa bukur ta dëgjosh. Dhe të kanë dubluar aktor të mëdhenj në botë. E ka bërë Antonio Banderas. Banderas se ka dubluar. Të bën dhe ty pak Antonio Bujar. Pak Antonio, pak Banderas, pak shumë. Sa më pëlqej kështu pak Banderas, pak kështu. Bujar. Unë do doja të falenderoja që pranove ftesën edhe je sot mes nesh, mes meje dhe Donaldit. Dhe besoj se do e shijojmë shumë të intervistë me ty sot. Dua t'ju falenderoj unë juve për ftesën që më bët. Kam kënaqësinë të jem këtu midis jush. Dy vëllezërve që unë i kam simpatizuar dhe i kam respektuar gjithmonë, sepse ju kam vlerësuar në talentin tuaj, në kurajon tuaj, në fantazin tuaj, por edhe në guximin tuaj. Mua më pëlqejnë gjithmonë njerëzit guximtar, njerëzit që kanë kreativitet në jetë. Sidomos artisti, pa kreativitet nuk mund të eci përpara, do të qëndrojë në stagnacion ose do të hajë dhjamin e vet. Artisti pa kreativitet, po pra. Kjo është drejt, sepse një artist nuk mund të jetë artist nëse nuk krijon. Bravo. A që është artist Bujar nëse dikush ta jep letrën e do thotë ti do të thuash fiks të gjën për shembull pa krijuar, pa vendosur. Është e pamundur ajo që unë të respektoj tekstin në mënyrë cerebrale. Sepse po skrijove mbi këtë gërmën e zezë mbi të bardhë, domethënë nuk mund të quhesh artist. Quhesh vetë thjesht kopjus. Kopjus, po bravo. Imitus, po jo krijues. Jo krijues, po bravo. Mungojnë artisti e merr fjalën nga teksti i shkruar dhe i jep jetën asaj. I jep jetën, i jep ngjyrën, i jep përshtatjen, i jep shumë. A je dakord Bujar ka dalë një shprehje kohët e fundit në rrjetet sociale që gjithkush që ka një telefon në dorë sot është artist, që mund të bëjë një video quhet artist. A je dakord? Kjo është gjëja më e shëmtuar për mua. Biles unë celularin e kam quajtur një vegël ndoshta është e domosdoshme, por e kam quajtur diktator. Sepse celulari të jep atë që do ai. Unë mbi të gjitha vlerësoj shumë librin. Librin e kam prioritar. A lexon Bujar?
Po, sigurisht. Pa lexim nuk mund të krijosh, nuk mund të fantazosh. Libri të jep mundësinë që ti të fantazosh mbi atë tekst. Po. Ta shikosh me vëmendjen tënde, me kreativitetin tënd, me krijimin tënd. Kurse celulari thot pritlla. Shikoj fjalën, shikoj edhe figurën, këtu qëndro. Të bën dembel, bro. Dembel. Të bën dembel. Edhe ti e përmbajtjen që do ai, nuk e kontrollon përmbajtjen. Sigurisht. Kurse libri të krijon mundësi që ti të ngjyrosësh kompletamente jetën tënde. Vetëm libri. Libri është thesari më i madh për njeriu. A mendon se jemi një shoqëri e pa lexuar? Mua më vjen keq që kam përshtypjen që ndoshta më përpara lexoj më shumë, kurse sot domethënë nuk lexohet aq sa lexoj më përpara. Sa s'ka lexuar brezi juaj, po. Unë një rol pa lexuar 3-4 libra nuk e bëja dot, sepse do të nifesha, do të përshtatesha me rrethanat, me ngjarjen, me shumë. Sa interesante. Do flasim edhe për a ka qenë kjo një stil i të punuar i joti në atë kohë apo është dhe tani? Po, dhe tani. Po, stil. A ka të bëjë me brezat? A ka të bëjë me brezat kjo bëjë? Me edukimin, me mënyrë edukimin në set xhirimi, edukimin e punës, edukim artistik ta quajmë. Sigurisht çdo njeri në punën e tij krijon një edukat pune. Po. Dhe edukata e punës është kjo që përveç materialet që ti jepet ty nga dramaturgu apo skenaristi, duhet të ndërtosh mbi të. Mos ta lësh atje ku është e shkruar, po të ecësh më përpara. Ta plotësosh figurën, që dhe skenaristi apo regjizori kur të shoh ty atë thot, shumë e bukur kjo. Ke shtuar dhe këtë, bravo, ke shtuar dhe këtë. Do thotë që e thelluar, po. Patjetër. Kjo është, domethënë, ky është sensi i krijimit, se ndryshe pastaj ngelesh një ekzekutor i rëndom. Një ekzekutor është një industri shumë delikate kjo juaj. Ne kemi provuar shumë pak këtë pjesën e aktrimit, filmit, krijimit, tekstit, por ju keni një eksperiencë shumë të madhe. Ju jeni pjesë e dy brezave. Flas që i keni prekur të dyja periudhat të komunizmit dhe pas 45 vjet. Sa vite ke në skem bujar? 45 vjet. 45 vjet. Kam bërë rreth 160 role. Si kanë qenë fillimet? Kush ka qenë roli i parë që ke në kinema? Në kinema dhe në teatr. Në kinema ka qenë në shtëpinë tonë me Anagnostin. Ti e ke nisur në atë rol? Po. Në shtëpinë tonë? Në shtëpinë tonë. Ai ka qenë roli i parë, filmi i parë që kam luajtur, pastaj luajt Amerikardin. Volejbolist apo jo? Volejbolist. Pastaj luajt Amerikardin te radiostacioni. Sa bukur volejbolist, unë e di për më xhati. Pse u punove sot ti tha? Sa ke orën në shok? Sa ke orën në shok? Sa ke orën? Ti e di që s'ka mor. Sa bukur. Ai ka qenë roli i parë. Pastaj luajta Liria Vdekje me Qerqistopullin, Liria Vdekje. Liria Vdekje. Roli Muzakës. Le të ngeli motra e mia pa fejuar, general. Kush ka martuar? Pa martuar. Pa martuar. Po, ha? Edhe ai ka qenë roli i tretë. Po, Muzaka. Edhe këto 3 filma që unë i bëra. Okej, do pripi se kam isha student. Ishte student, bra. Isha student, pa mbaruar. Pastaj shkova në Vlorë. Shkova në Vlorë dhe fillova të angazhohesha në Vlorë. Me teatrin e Vlorës, po. Smart Home Albania sjell teknologjinë që ta bën jetën më të lehtë. Smart Home Albania, jeton më zgjuar. Po le të qëndrojmë një çik tek 3 filmat e parë. Si kanë qenë ato emocionet e para në set xhirimi? Emocionet më të mëdha i kam pasur në filmin e parë, në shtëpinë tonë. Në shtëpinë tonë, them pa drojtje që më dridhej kupe jurit. Vërtet sa vjeç isha? Se 20 vjeç, një student, 21 vjeç kështu. S'kisha mbaruar shkollën edhe aty mbaj mend që kupa e jurit bënte. Të dridhe, emocione dhe po Anagnosti regjizor i madh. Patjetër. Regjizor i madh dhe ishte shumë i kujdesshëm. Për të qenë i vërtet përpara kamerës, për të qenë i sinqert, se talenti çfarë është në fund të fundit. Talenti është për mua është shkalla e të besuarit e gjërave që thua dhe që bën. Patjetër. Ky është talenti. Sinqeriteti. Edhe Anagnosti ishte shumë i vëmendshëm.
A ishte ndryshe seti xhirimit atëherë me tani për shembull, çfarë ka ndryshe këto dy epoka? Këto dy epoka kanë ndryshimin se atëherë zhvilloheshin xhirimet me ritme shumë të ngadalta, sepse aparaturat ishin aparatura, domethënë nuk ishte të bënte me procesin e të punuarit sesa me aparaturat apo? Po aparaturat ndikonin sepse ti nuk e merje të folurin dal vivo direkt. E ti bëje me dublim, po. E filmoje, aparaturat bënin zhurmë, dhe pastaj shkoje në studio që e dubloje. Vetëm xhirimet që beshin në atelje, ato ishin figurë edhe zë njëkohësisht. Dhe atëre sigurisht kinostudia ishte ndërmarrje, ishte organizuar me të tëra aksesorët, ndërsa tani bën më pëlqen në ritmi i xhirimeve sot, më pëlqen shumë, sepse xhirimet bën me një ritëm të lartë dhe e mbajnë aktorin, e mbajnë në zevali, them e mbajnë në tonus, e mbajnë në tonus aktorin, e mbajnë të ngrohtë. Jo, xhiro soti dhe ri 15 ditë pa xhiruar. E mbajnë në tonus edhe ti nuk devijon shumë nga figura, sepse figurën do ta lidhësh, do të jetë një njeri. Po kjo atë thirrjen artistike pra. Okej, po çfarë mungon tani? Që ne kemi gjitha këto kushtet, që i ke kamerat apo aparaturat, çdo gjë. Se filmat atë kanë qenë si më të bukur, si më të bukur, më të vërtetë që mungon tani. Po çfarë mungon tani që atë nuk ka munguar? Atë prodhoi më shumë, ku di unë? Jo. Nuk është vetëm të prodhoj. Jo, nuk është vetëm problemi këtu është këtu që sot neve kemi rënë në një sklavërim imitacioni duke parë film amerikan. Jo se nuk shikonim atëre, por tani shikojmë më shumë edhe shikojmë një film amerikan dhe një regjisor mundohet të marrë diçka prej andej, prej këtej, prej andej. Çdo gjë tek artisti, pavarësisht se çfarë grumbullon, eksperiencë këtu, eksperiencë atje, si e ka bërë ky, duhet i fusë në laboratorin e tij dhe të prodhoj atë që di ai më mirë, dhe të dalë nga laboratori i tij, jo nga laboratorët e të tjerëve. Por ta marrë si eksperiencë këtë, të gjithë këtë, ta thith, ta përjetoj dhe ta prodhoj pastaj modulin, produktin e vet. Ky është sekreti. Dhe kjo mungon sekreti. Nuk ishin çik kopje kështu bolshevike, kështu gjërash, shkollat ruse këto ndikonin. Unë kam me të dëgjuar. Akoma teknika sot në shkolla Stanislavski është baba i teatrit botror. Patjetër. Pastaj është dhe Lis Strasbergu, që është i perëndimit. Stanislavski thoshte që duhet ta përjetosh 100% figurën artistike. Ndërsa Lis Strasberg jo. Nuk da përjetosh deri në 50%. Dhe pjesën tjetër duhet ta shkosh. Pjesën tjetër duhet të mbash qëndrim ndaj figurës artistike. Stanislavski mos gaboj janë 4 muret e teatrit. Apo jo? Po. Por e vërteta është që unë kam lexuar Brandone, kam lexuar shumë artistë të mëdhenj të botës, të cilët janë referuar teorisë së Stanislavskit. Sepse Stanislavski, domethënë kërcet dhëmballa për dhëmballë. Të mbush në drejtim të përjetimit maksimal të figurës artistike. Aty është sekreti. Ti nuk je Romeo që luan bujarin, ti je bujari. Kjo është idea. Ne bën Lis Strasberg, domethënë ti nuk je Romeo, ti je bujari. Po, s'pun ke ti, po. S'pun ke ti të shpërfiturohesh. Ushtrimet që bënte Stanislavski ishin aktore si jepte jashtëkun paf në krah këtu. Ke fëmijën 6 muajsh, është duke vdekur, vepro. Edhe ajo sillej me jashtëkun, sigur e kishte fëmijë, edhe krijonte marrëdhënie me të, sikur po i vdiste. Sa bukur. Këto ushtrime të vështira. Po. Ushtrime të vështira. Unë kam provuar me fushën e dhëmbëve këto. Si e mendoje fushën e dhëmbëve? Çfarë situate fuçi veten? Jo, bëja kështu sigurisht e cigare. Kupton? Vërtet? Po s'drite ty më burr. Pra. Këtu Le mos nxjerr ty, çfarë rëndësi ka tymi? Po ti e përjeton. Ti e përjeton. Mjafton ta shohësh ti. Po, mjafton ta shohësh ti. Unë do doja të dija nga kush ke mësuar bujar. Ty kush të ka mësuar? Për çfarë? Për gjithë lojën. Për gjithë lojën në skenë, kush të ka suportuar, ku inspirohesh. Nga kush ke mësuar?
Flas në fillimet e tua, në këto 3 filmat e parë. Jo në filmat e parë. Po se edhe në filmat e parë ti duhet të kesh parë në Akademinë e Arteve, në Lartë të Arteve. Unë kam punuar me një regjisor të shquar të Vlorës, Piro Sava. Piro Sava ishte nga artistët që mbaj mend unë në rinin time, nga artistët e talentuar dhe me kulturë. Ka bërë një vit studion në teatrin e Vlorës me Piro Savën, ku na mësoi shprehit e para, marrëdhëniet e para me objektin, me personazhin, na i mësoi ai detajet e para, këto gjëra, dhe kur vajta unë në vitin e parë, isha një çik si përgatitur. Kur vajta në vitin e parë në shkollë. Sa konkuroni në atë vit? 200 veta. Po si ka mundësi pra, sot konkurojnë 30 veta? S'ka më 20 veta, 15 veta. Atëre degja aktrimit ishte shumë e sulmuar, sepse artistin e shikonin të privilegjuar, shikonin, dhe ne që futëm në shkollën e arteve, u bëm aktor, i shikonim aktor të mëdhenj, të vjetër, i shikonim si perëndi. Që ishin kusht. Ja dhuronit, bro. Ja dhuronit. Sot është e kundërta, sot i shikojnë kështu me keqardhje. Të thotë artist, tip artisti. Sot thon tip artisti. Po kush është problemi sot? Pse ka ndryshuar kaq shumë? Pse ka ndryshuar? Një mungesë interesi masiv për artin në Shqipëri. Nga ta them unë, sepse për artin investohet shumë pak. Investohet pak, po të them një fakt tronditës, alarmus, do të them që shiko teatrët e rretheve kanë vdekur tëra. S'ka aktor. Kanë vdekur estradat, kanë vdekur teatrët, kanë vdekur. Me 4-5 aktor nuk mbaj teatri. Nuk mbaj teatri. Rrethet mëdhaja. Mos ndoshta është dhe interesi njerëzve për shkakun për TikTok e për gjëra ashtu nuk shojnë teatr. Po ti duhet ja ofrosh infrastrukturën, nuk ka. Nëse kjo është një në sistemin që kemi hyrë neve, jemi në sistem të konkurencës. Në qoftë se ti ke vlera në TikTok më shumë nga mua që u bëj teatr, le të shikojnë ty. Po është konkurrencë kjo punë. Atë po ti më jep kushtet mua thua. Po më krijo kushtet mua. Të bëj shfaqje të bukura pa shikon ti. Ku vën te TikTok apo vën ke teatri? Apo tek varieteja. Dhe thua që ky është problemi, që nuk po investojnë në teatr, prandaj njerëzit janë të orientuar drejt TikTok. Po nuk investojnë, po ja të them unë një aktor apo një aktore re. Bie fjala TikTokut. Kanë dramën e madhe se si do ta ndërtojnë jetën. E para njëherë ku do vën. Të gjithë duan në Tiranë. Prandaj si përmërshir pra, sepse nuk ka. Në Tiranë një sallë teatri është, ku do vën? Ku do bëj shfaqje? Ngrihen për shumë iniciativa private ka plot që duan të bëjnë shfaqje privatisht, s'ka ku ta shfaqjen. Zihen te Metropoli ose te turbina, si e quajnë ato, turbina, zihen kush marr sallën. Jo se kanë programin unë, jo se kanë programin ti. Se një sallë është që është po. Kur Lora, kjo Tirana e kryeqyteti i Shqipërisë, minimumi duhet të ketë 10 salla teatri. Është kërkesë e Bashkimit Evropian që për 100.000 banor duhet të ketë një sallë teatri. Është kërkesë. Është kusht, po. Është kusht. Vërtet? Është kusht, po. Është kusht kjo? Po. Okej. Po e kupton. Dhe këtu s'ka sallë. Vesh ta japësh shfaqje në shkolla, në për këto. Ja. Teatri mirëfill bet me aktor serioz, me aktor të fuqishëm që jam i bindur që publiku e do shumë teatrin. Jam i bindur për këtë. Po nuk ju ofrohet apo? Më kujtohet njerë një komedi në Vlorë. Kisha një skenën, një kërcim rock, po në para skenën edhe. Edhe duke kërcyer aty në avansen, vynë ja 2-3 spektatorë më kapin nga këmbët. Më trishin nga këmbët. Nga kaj shumë të eksitua, sa më kapnin nga këmbët aty në... Aq interes kishin. Aq interes. Aq shumë përfshirë. Aq shumë përfshirëshin në çfaqje. Dhe kjo nuk do të sot apo? Bet një çfaqje, jepet aty,
janë bëret të kështu 3-4 premiera, 3-4 shfaqje be. Mbyllet shfaqje. Eurocall Service, kompania lider në Shqipëri për gjeneratorët. Furnizojnë shkolla, spitale, shtëpi, restorante, biznese, kanë mbi 35 vite në treg eksperiencë. Eurocall Service, energji që nuk ndalet. Atëherë në atë kohë sa premiera bëshin? Sa shfaqje? Një premier mund shkon në 20, 25, 30 shfaqje. 30 shfaqje të përsëritura të njëjtit material. 30 shfaqje, ha? Po, Shumë e fort. po, përveç kësaj, shfrytëzimi në qytetin tënd, përveç kësaj ne bënim turne nga jugu në veri. Po. Me ku kishte salla, bënim shfaqje. Kudo. Sa bukur. Sa të vështira kanë qenë fillimet, Bujar? Sakrificat e tua, çfarë ke sakrifikuar ti? Për të gjë që ti ke pas pasion, ëndër, dashuri. Sakrifica ishte kjo që neve duke punuar shumë ishim të detyruar të qëndronim larg familjes më shumë, larg fëmijëve. Kur ishe në Tiranë? Jo, kur isha edhe në Vlorë. Unë kam punuar 18 vjet Po. në teatrin e Vlorës dhe 25 vjet në teatrin kombëtar. 18 vjet ke punuar. 18 vjet në Vlorë, po. Dhe 25 vjet në teatrin kombëtar. Po, pasi bëre këto 3 filmat e parë, ju ktheve në Vlorë dhe ishte pjesë e teatrit Vlorës, po. Dhe isha atje dhe u angazhova me role atje. Po. Sa atëherë ishte Instituti i Lartë i Arteve, ishte 3 vjet, vitin e 4 të diplomës do ta mbroje atje ku do bëje rolin. Edhe unë mbrojta me një rol në Vlorë. Po, okay. Çfarë roli ka qenë ai? Ishte një dramë me këtij Bashkim Hoxhës, ishte mbaj mend. Atëherë. Bashkimi i mëngjesit apo? Ai. Po, Bashkim Hoxhë. Ai dramë Mëngjesin Bashkim. Po. Dramë Bashkimit. Aty bëra një rol aty dhe u quajt mbrojtje diplome. Po. Ndërkohë kam qenë edhe me një film në Prag të Lirisë, atëherë i kam luajtur në Prag të Lirisë, Qemal Orhanën, kam luajtur. Pastaj një vit më vonë luajta Njeriu e mirë. Njeriu i mirë. E kështu rolet erdhën njëri mbas tjetrit. Po, dhe sakrifica, kush ishte sakrifica më të mëdha, ato të para të fillimit? Sakrifica më e madhe ishte që me pagën që merja unë 5.000 lek në fillim, pastaj 6.000 lek. Po. Nuk arrija të plotësoja kushtet e fëmijëve, të familjes. Po. Po ha vlerësoj atëherë, kur vlerësoj status si artist, nuk ishte pagesa më të larta? To ishin pagesat. Ishin pagesa shtetërore, këto ishin pagesa. Ka ndodhur ndonjëherë që ke pas vështirësi ekonomike gjatë gjithmonë, kush ka qenë më ekstreme? Gjithmonë. Ja ta tregojmë kështu si histori. Gjithmonë fundi i muajit kërkonim lek borxh, të shtynim muajin. Kjo është e vërteta. Dhe unë kam sakrifikuar në përgjithësi, kam sakrifikuar lejnë e zakonshme që bëj në verë. Shkoja me filmin, sepse në periudhën e teatrit, që kishte shfaqje teatri, mua nuk para më linjën të ike me filmin, sepse më jepnin në role kryesor në teatr, edhe detyrohesha që të shfrytëzoja muajin e verës, të veja me filmin, dhe Kino Studio na jepte edhe një pagë, sepse kam sakrifikuar lejnë e zakonshme. Po tjetër, ekstra. Do me thënë, bëja dhe këtë, këtë sakrificë, që të merja një pagë më tepër, me që ashtu shfrytëzoja lejnë e zakonshme. Këtë na jepte Kino Studio. Plus na jepte në një djetë. Edhe shtynim, edhe mundoheshim që atë rrogën ta konsumonin fëmijët. Okej, unë do doja të bëj një pyetje. A ndihesh i vlerësuar sot pas gjithë kësaj historie që po më tregon? Ja, ta them unë kush është vlerësimi. Vlerësimi është i publikut. S'ka vlerësim më të madh për artistin se të dojë publiku. Kjo mua më mbush, më jep emocionet veçanta, sepse publiku e di shumë mirë jetën e një artisti në Shqipëri, e njeh shumë mirë. Nuk ka në një të fshet për të thënë, për të bërë, por duke jetur jetën e artistit dhe se si është ndërtuar ky artist dhe si ka arritur në këto nivele, ai e ka lexuar shumë mirë dhe unë kudo që shkoj, njerëzit më respektojnë, më duan dhe kjo është
fitoria dhe vlerësimi më i madh për mua. Kjo është. Shumë e bukur, shumë e bukur. Shumë e bukur. Po përpos publikut, flas për institucionet, flas për gjithë rrethin, për sistemin. A të ka vlerësuar ty ky sistem? Flas pas Në qëse do t'i vendosin në kandar, domethënë. Ja, po ju tregoj një fakt. Para një viti, në një shfaqje të teatrit kombëtar më kërkuan të bëja një rol. Po. Shkova atje për të bërë kontratën. Edhe më thot ajo sekretarisë atje, juristja. Më tha mua, Bujarta, ti do të paguash ta me numër shfaqje, me shfaqje, me recitale. Tash unë nuk e di se jemi në kohën e Adil Çarçanit, tash unë. Që të bëj shfaqje unë tap shamin të 1.500 lekë tash. Ja. Po një muaj e gjysë që unë nxjerr figurën artistike, kush e paguani tash? Po jo, kështu është rregulli. Po si jam me këto rregulla unë tash. Edhe lash rolin. Po. Okej. E kupton? Domethënë neve akoma na trajtojnë si me thënë si ai për bukën e gojë. Ja, unë ri, dhe bukë me djath me domate dhe kaloj ditën. Jam i qetë. Po jo të poshtrohem. Kurse si. Jo të poshtrohem. Absolutisht. Unë bëj dava me shpirtin. Unë dert emocione. Unë ri natën pa gjumë. Si që nga kjo. Ajde ti bëj çfarë merr 5 lekë. Ja. Si hak puna, po. Si hak puna. Këtë drejt. Unë doja të pyesja pak Bujar. Po. Çfarë mendon ti në thelb për shqiptarët? Çfarë mendon ti për qendresën shqiptare? Po. Për popullin shqiptar. Kur bëra filmin me Anagnosin në shtëpinë tonë, një nga mësimet kryesore dhe shumë të rëndësishme që më dha Anagnosti ishte që të besh aktor i mirë, tha, duhet të njohësh mirë historinë e popullit tënd. Ky ishte mësimi i parë që më dha dhe kryesor që më dha Anagnosti. Çdo njeri prej nesh është i lidhur me historinë e këtij vendi, nga prindrit, nga gjyshit, nga stërgjyshit, nga gjitha. Dhe çdo njeri ka historinë e tij, të familjes së tij, të qytetit të tij, të fshatit të tij, ka historinë e tij. Por mua më kanë emocionuar gjithmonë, sidomos tema e qendresës së këtij populli të vogël në për dramat më dha, në për tragjedit më dha. Shiko si e shkruan Gjavair Spaju me 4 vargje historinë e këtij vendi. Gjaku pikoi dhe hodhi rrënjë mbi gu. Gjakun prej shpatave e fshi me shajak. Dhe kur spatëm armë, ne prej trupit shkullëm njërën nga brinjët dhe bëm shpat. Me këto varje jep një histori të tërë të qendresës së këtij populli. Sa burja. Dhe nuk duhet të harrojmë gjithë ata heronj në jug e në veri, në lindje dhe në perëndim. Po këtu merrin në mendje me njëherë Çerçistopulli, që në filmin Liria vdekje kam luajtur dhe vetë. Po e ke çliruar një Shqipëri, po. E ke çliruar një film, po. Luftuar me çliruar. Po. Kam bërë muzakën. Një nga ato shprehjet e famshme të Çerçizit. Thot, Milazim, largo tabor, lëri djemë të mi të shkojnë, se ju kuq ju bëj me boj, Çerçistopulli më thonë. Edhe këto më kanë frymëzuar tërë. Sa bukur kjo është tani. Tërë jetën time. Sa bukur kjo është tani. Më kanë frymëzuar. Dukesh shumë i ndjeshëm, dukesh shumë emocional. Po sigurisht këto fakte, këto ngjarje, këta personazhe të emocionojnë. Të emocionojnë. Çfarë mendimi? Dhe asnjëherë, sidomos ne shqiptarët, nuk duhet të harrojmë nga kemi ardhur, kush jemi, në këto treva, në këto në këtë dhe, kush jemi ne, si kemi ardhur deri këtu. Këto asnjëherë duhet të harruar. Po. Por duhet të theksoj që në historinë tonë
vërtet krahas burrave, djemve tanë trima, e odhën dy fekun krahut dhe dolën në për male, në për gërgje, në për kështu dhe luftuan pushtusin. Nuk do të harojmë kontributin e nënave dhe të grave shqiptare. Patjetër, se flitet vetëm për burrat. Por gratë dhe nënat tona trime, të dhëmsura. Klinika Europiane e Syrit, nëse ke probleme me syt, ua kam thënë 100 herë, e keni te Komuna e Parisit me në kryet Doktor Kastriot Boriqi, në është më i miri për vizitat thjeshta, operacionet më të vështira, e gjeni shumë thjesht. Klinikën Europiane të Syrit e keni te Komuna e Parisit. A ke ndonjë histori, Bujar, me gratë shqiptare për gratë shqiptare, trimëresha që ka luftuar, Unë kam lexuar një poezi të Odisek Grillos, që e titullon Trimëresha e Tërbaçit. Trimëresha e Tërbaçit. Që flet për një vajzë që mbasi kishin orar të vëllain. Tërbaçi për gjithë Sikusit është një fshat në Vlorë. Mbasi kishin orar vëllain, ajo hedh gunën, ndjesh armën në brez dhe i vete pashajt. Është histori vërtet? Po. Sa e bukur. Na fol pak për të. Edhe Odisek Grilla shkruan kështu, po përpara se ta ashtu do të jap pak muzikë. Patjetër. Da vësh tamam, okay. Por si bora, ma i qikës, por si rezje e pare dritës, por mikrate e pikës, moj e sma, moj vetull pëndë, se që më zbrite mu në këngë, dhe në varje hoderaj, zbrite dhe tu hap sharku, tu duk pushka prapa krahut, tu duk plaga lule gjaku, atë plagë se që more kur luftove me tabore, kur pashan e shkurtove. Mirë se erdhe, moja sma, lumë si kënga që të ka, lumë si varmë që të mba, valë këngët, ku më va, se që ndoj që në pas e s'ba, te një fshat, e te një stan, ku kërcet, e ku bën bam. Sa bukur. Sa mirë si mba mund për më gjitor, bur. Kemi punuar. Punoj me rol. Qa mendimi ke për dashurinë? Çfarë dashuria për ty, Bujar? E do të qesh shumë si përgjigje. Po. Dashuria në koncept përgjithshëm, po thotë. Po sigurisht, pastaj kalon të përveç. Dashuria për Tek të dyja. Dashuria, po. Okej. është ndjenja më e bukur dhe më e fisme e njeriut. Me dashuri, njeriu nuk mposht thjesht një njeri, por mposht male. Për mua. Është një armë që ai që di ta përdor, është i fituar gjithmonë. Sepse përballë dashurisë të gjithë dorëzohen. Dhe kjo nuk është thjesht dashuri për një femër, për një grua. Patjetër. Por fillon që nga prindrit, që nga shtëpia ku ke lerë, që nga qyteti ku ke jetuar, që nga çdo gjë që ti ke njohur që në fëmijërinë tënde. Ajo mbetet dhe është e dashur për ty. Patjetër. Kjo është shumë e rëndësishme që njerëzit sa do të rriten, sa do të kalojnë nga kjo jetë në atë jetën tjetër, mos të harojnë që janë prej këtij dheu, prej këtij gjaku dhe
prej kësaj dashurie. Bravo, shumë bukur është. A ke ndonjë poezi kështu për dashurinë ti? Se ti mbake mend valla, në një rol që ke bërë të një poezi kështu të bukur. Poezia, Për dashurinë. jo, unë jam i apasionuar mbas poetit të madh Ali Aslani. Patjetër. Ali Aslani Shumë bukur. është nga E ke thënë dhe në vende të tjera ti. është nga lirikët më të mëdhenj. Po. Para shumë viteve më merr në telefon Ardian Klosi. Po. Kishte botuar vëllimin me poezi, me gjithë krijimtarinë poetike të Ali Aslanit në shtëpinë e tij botuese. Edhe me mbështetjen e nipit të tij Ardian Aslani. Po. Më thot mua dhe Reshat Arbanës që të bëjmë promovimin e librit dhe ndërkohë ne dy aktorë do bënim poezitë e Aliut, ky Reshati do bënte këto patriotiket, patriotik, unë do bëja lirikat. Po. Ne bëmte Metropoli aty. I caktuam poezit, edhe shkoj unë atë natë aty, takoj Reshatin, pim një kafe, fillimisht, edhe unë mendova që ajo sala kryesore të teatrit Metropol, rreth 200 spektatorë mban, Po. e mendova unë, do mbushet apo s'do mbushet, mendova unë. Po. Gjithë këtë koncerto ta moderon në vetë Ardian Klosi, ai e moderoi. Po. Futemi ne me Reshatin aty, shikoj unë sala ishte mbushur. Dhe po vazhdoni të vini pip, nga 200 u trefishua ajo, rreth 600 veta. Dhe gjatë kohës që ne interpretonim, po. u blokuan dhe këto kondicionere, këto, edhe një asfiksi e jashtëzakonshme. Si merre fryma të brenda? Mere, qëfri, mushesh e këtë, qëfri e këtë. Mika të ka një fortë. Edhe, do të thënë, një shqip poet jashtëzakonshëm Alio. Patjetër. Ja, do të bëju një lirik. Kleopatra. Kleopatra mbretëresh, ti i thosh ati që desh, sonte eja, ri me mua, nesër vdis, sa ashtu dua, edhe kushdoj që ai shquej lindur me këmish, edhe pse ajo pjekje do të mbaronte me një vdekje. S'të pëlqen? Jo, çudi. Çfarë është jeta? A e di? Një pikprushi në një natë, me miliarda vjetë e gjatë, është një dritës, bukurez, befasfalet, saundez. E pra, duhet një kujtim që të merë me një rëmbim edhe të hedhë dhe hyllë të fatit e të tundë dhe të lëkund, ku jenë Zotin më në fund. Si na shti, unë dhe ti, unë poet, ti poezi, syrit, ullizi, atë sy e atë vetull, dhe mu bëft kurban një shekull. Shumë bukur. Ua, shumë bukur. Fantastike. Edhe bravo, qëfë që ma mund, Allah. Si më thomaj më. Po nuk flëm gjumë në punojmë. Ne punojmë. Shumë e bukur, jo. Shumë e bukur, ekstrem e bukur. Për Kleopatra, no, po pse, kishte qef Kleopatra, e pa tjetër? Që shkruan Ai Ali Aslani? ka shkruar shumë për dashurinë. Varje pa fund, lirika di ka magjike Ali Aslani. Magjike i ka. Pa tjetër. Dhe pavarësisht se kanë dashur në për vite kështu t'i ulin vlerat e quajnë poet folklorist e kështu. Po. Alia është një poet i mirëfillt dhe hyn në poetët korifej të shqiptarëve. Na më të Ali mëdhenj. Aslani ka qenë blonjan. Blonjan nga vajza e Vlorës. Po. Sa bukur. Shkruaj edhe unë poezi ndonjëherë. Shumë mirë. Shkruaj të të lexoj ndonjëherë, kemi qaf? Të shikojmë. Se ta provaj. Për Kleopatrën e ti? Kleopatra një lloj perëndesh Kleopatra që ka është. këmbët plot me lesh, apo s'ka lidhje? Jo, tjetër. Okej.
Kam shkruar diçka. Do të thënë mos më gjykote kjo gjë, është modeste. Më ka marrë malli për atë dimrin me ty. Ti shikoje shiun, ish ftoht, kurse unë të shija ty. S'është e lehtë të flas, sidomos për ty. Ti më sjell në mendje dimrin, pak bor, pak erë, pak shi, dhe disa fjalë që thoje. Gjithçka që ke jam unë, gjithçka që kam je ti. Më pyesin si e, a je i lumtur çfarë po bën? Them 1001 gënjeshtra për mos të thënë emrin tënd. Ju them e kam harruar, si puthë se mbaj mend. E vërteta më gryen si një pikuj një shkëmb. Unë nuk jam shkrimtar. Nuk shkruaj libra poezi. Të vetmet fjalë që lidh bukur janë këto 2 rreshta për ty. Kam shkruar 10, 100, që s'mi lexon njeri. S'di pse i mbaj fshehur. S'dua ti lexosh as ti. Bukur. Bukur. Ka më kështu ti mua me këto. Bukur. Po? Nëse ke shkruar ti është gjë e bukur. Unë më kam shkruar. Se mos ja ke ashtu. Jo, deri tani. Mos ke tribluar në një kështu. Si të duk? Shumë e bukur. Shumë gjë sinqert. Se di që shkruaj kaq kështu ti. Jo, pëlqeu vërtet. Jo, shkruaj si ai. Jo, pëlqeu ta presim montazh, e presim. Jo, shumë e bukur, shumë e bukur. E bukur ishte për që Shumë e bukur. bravo që i ndan dhe ti këto gjëra me ne. Dhe jemi me Electromagic. sa e dua Electromagic. Pse e dua? Po si mos ta duash? Ka gjithë brende si Miele, Hagen, Teka, KitchenAid. Janë super brende. Mjafton të shkoni tek showroomet e Electromagic dhe do surprizoheni. Më besoni, ju presin në mënyrë fantastike, ju a shpjegojnë që të gjitha. Gjithë paqartësitë që ju mund t'i keni, ju a shpjegojnë, kanë super staff dhe super brende. Pse? Sepse Electromagic është për ata që duan të përjetojnë eksperiencë. Kam shkruar të vëndë diçka. Urdhoni. Shpreu. Urdhëroni. Kam shkruar Urdhëroni, na timoni, urdhëroni. dhe na këndoni, po të doni. Edhe këndoni po të doni, po. Shumë e bukur. Do të them dhe unë diçka që kam shkruar? Jepi, ha. Ja, të lexoj një poezi që kam shkruar? Por. Si u binte, Qet. edhe njerëz, unë jam aktor. Se kam 2 herë, e kam të shkruar drejtu. Bravo, jo, më vjen mirë që e respekton klapën, po. Me klapa, thot. Bëm klap. Si u binte, neve rinte. Jo, ta them, më plak, vazhdoj me njërë. 2 herë. Si u binte, Po, neve rinte. po. Unë i fola, ajo s'më flas. Sa kam parë unë si atyre, më plasi bytha për ata. Mirë, po. Mirë ishte. Jo, mirë, po. Edhe jo në fund. Edhe jo në fund, e prishi banalitet. Po ti korrigjoj Nëse se fundin. unë jam Ai djali vjen në Tiranë. Ai djali vjen në Tiranë. Po ti ta korrigjoj fundin? fundin. Sa kam parë unë si atyre, ku ka si ata, apo? Po, a shumë. Unë jam si ata ose kështu, ose si jam si ata. Okay, Mund të ishte shumë e bukur. Shumë e bukur, me që se ishim tek Te poezit. Por, unë do doja një tjetër me që se jemi te poezit që ta mbyllim bukur. Po, jo, ta them unë, ta bëj unë lidhjen atë natë te Metropoli që recitua unë dhe Reshati. Pa? Reshati reciton Reshati është një gjigant, aktor gjigant. Dhe këtë e ka qarë Reshati, por unë për kënaqësinë do ta bëj dhe unë. Pa tjetër, Ndoshta niveli mund të jetë më i ulët, por prapë do të pëlqej. Është origjinale. Do të bëj një efekt zanor para se ta filloj. E pastaj do vazhdoj. I këtë tua ti këta thonë. Që nga Korça gjerë tek Shkodra mbretëron njerësi në përfusha, në përkodra, varshëllen
një gërsirë. Pra, o burra, hani, pini ore qast, për çakallin natë erët është ras e deri ras, unë bëra ujku. Hani, pini dhe rëmbeni, mbushni gjepa, mbushni arka, të pa brek, ju gjeti dreka, milioner, ju gjeti darka. Hani, pini, e rëmbeni, mbushni arka, mbushni gjepa, gjersa populli bujar t'ju përgjijet peqe lepe. Hani, pini dhe rëmbeni, është kohë e çakejve. Hani, pini dhe rëmbeni, është bot e maskarejve. Hani, pini, vidhni, mbilni gjithë aksione, monopole, ekselenza dhe shkëlqesa, tutti quanti, come vuole. Sidomos, ju dredharak, ju me zemra aq të nxira, ju dinak, ju shushunja, ju gjaktar në errësira. Çna pasyri, hunda juaj ku nuk hyri, te i miri, te i ligu, te spiuni më i ndyri. Dallavera në përzyra, dallavera në pazar, dallavera me të huaj, dallavera me shqiptar. Vetëm dallavera dhe në dëm të këtij vendi që ju rriti, që ju ngriti, që ju ngopi e që ju dëndi. A e dini që fitimi brenda 4 vjet mizor nuk është yti, nuk është imi, është i kombit armëror, është i syrit në lot mëkuar, është i vendit djegur, pjekur. Ju do thoni si të doni, por e drejta dërmon hekur. Sa e bukur. Sa e bukur ishte kjo Sa më gjeti bukur. mishin. Po, Sa e super. bukur ishte kjo. Pa Sa e tjetër. bukur ishte kjo. Sa Sa e bukur. Nuk e di si e bëra unë, Rashali ka bërë sheqer, po Unë si jo aty të Unë e kam drejtën. dëgjuar atë të Reshatit, E ke por dëgjuar? po, Shumë e bukur. diskutohet. Shumë e bukur. Dhe kjo është shumë lart, shumë e bukur. Shumë e bukur. Ua, faleminderit shumë që interpretove. Shumë e Se ju bukur. bëni zërin e njëri tjetrit. Ke atë letrën? Por e kam, E e lojës, kam. po. Po do ta kesh në tjera. E kam dhe unë Po këtu. çe duan, do bësh ti Do lojën. t'jetesh një firmë? Vetëm një film, s'e kam marrë. Okej, do bëj një lojë me situata. po, Okej. Tek loja me situata, Mhm. ne kemi si reagon bujari vërtet dhe si reagon bujari falso që është Romeo. Okej? Okej. Unë do të them një situatë dhe ti do bësh reagimin tënd ndaj Po. kësaj situate. Si dhe Stanislavski kur jodhi jastikun e Jastikun, po të kështu po të fëmija. vdes fëmia, Bravo. vepro. Në kështu do jemi dhe ne tani do. Okej. U bazuam tek Stanislavski. Mhm. Okej. Në fillim ti bujar, pastaj Romeo, të njëjtën situatë. Okej? Po edhe Romeo do bëj si bujar. Unë jam falso pra, bujari falso. Po, Po. okej. Okej. Kur bujari shtyp dikë me makinë, Po, si reagon? se kam provuar këtë po. Po pra, po mirë, futu si pra. reagon, larg qoft, ta provosh. Ne, Larg shumë Larg mos u qoft zot. për gjithë, mos u zot. mërshme, Po. kuptohet? Po pra, Po. përjetohet tani. ha. Ua, sa bukur ishte, më. Ska marrë Sa komplekse. bukur ishte. Bravo, qopi. Ua, sa bukur Bujari ishte. falso, ti mos u... Mos u impresionat. Ti ke gjendjen tënde. Ti ke gjendjen tënde. Kujtet do të përballë bujarit. Ha. Shtyp. Mos është gjallë. Mos është gjallë.
Okej, mirë, kaq. Okej, kaq. Ishte shumë kot. Isha kot. Ishte shumë kot. Okej, situata tjetër. Kur lë dikësh ta zan. Si reagon bujari? Çfarë them? E matem ju? E singur ya Cazzo, Prima se begin. Marcel? Ja. Nuk e besoj. Me Simac Albania ka akses në makinerit më të mira të përpunimit të drurit, metalit, plastikës, ke mjeshtrat italian që vinë në Shqipëri për ty që do të ndërtosh një fabrik të tillë. Pse është më e mira në treg? Sepse është teknologjia që të rrit ty prodhimin. Okej, kur je në ascensor me Sali Berishën. Reagimi. Ç'kemi doktor? Mirë. Ishte jo, unë mirë. Ç'kemi? Dëgjoj, të kam ndjekur. Po? Të kam ndjekur Po? edhe vazhdoj të të ndjek. Faleminderit. Prandaj unë sot t'jam futur vetëm pozitivisht në ascensor. Të futa vetë. Ashtu. Hyra brënda. Avash, të hyra brënda, bujar. Pse? Nuk. Ja su se ti pse. Pse të ndjekun ty, pse? Që i vogël, deri? Saurite. Jo, pse? Pse? Pse të ndjek bujar? Bujar! O, bujar! Urdhë. Jam unë bujar! Po. Shumë mirë, e zjo. Okej, kur je në ascensor me Edi Ramën, në reagim. Po. Ç'kemi mirë? Mirë. Mirë gjithë rrëve. Të reja ka plot, të reja kemi, po nga ty qa kemi. Unë përpiqem të punoj. Atëherë, Pensionist jam. shumë mirë, unë të kam ndjekur, vazhdoj të ndjek, Po? dhe prandaj edhe këtu, të ndjek edhe këtu. Tani, kur të vish ti Në këtu, ascensor? Do ndjekesh? po patjetër, sepse ai duket është artist, edhe artistat, po nuk i ndoqe një keq. Ti më ke ndjekur, tërgu të vërtet, më shikon sy, ke ndjekur, Për çfarë të ndjek? nuk më ndjek. S'jam interesuar unë për të ndjek kështu ju keni programet tuaja, unë nuk ndjek programe politike. Nuk ndjek programe politike, Jo. e ke i nati me mua, Jo. Në politikën në përgjithësi. po politika jam unë, sot, Jo, si edhe mot, po mirë. Shtrëngo ke problem bujar, dollapin, mirë. Okej. Je në aeroport dhe të thonë hiq ripin e pantallonave tek kontrolli. Si reagon bujari? Me kënaqësi. Me kënaqësi. Okej. Ç'është në kafja dhe thot kamarieri, po bakshish, pse nuk lë? Por këtë drejti. E kupton, i bakshish, për nuk isha të vogla. Do të lë këtë. Do të lë këtë Këtë timi. të madhen. Të madhen. Këtë timi për telefonin. Shumë bukur. Shumë e bukur. Okej, mirë, kjo ishte loja bujar.
O loj shumë Ne të pëlqeu, unë e shjova shumë. me thjesht. Shumë e thjeshtë e shjova ti as, domethënë. Shumë. Ti dhe merr atë situatën e bën tënde një Sepse as. gjithmonë e komentor për to mimikat e tua. Ti e kam seriozisht, ta marrë situatën pa lexuar fare skenarin e ta bësh siç e bën ti është. Bravo, jo, por është autentik, është autentik bujari reagimet në grimaca, në Një egzagjerime. nga aftësitë që kam unë, Po. përshtaten me rrethanat shumë kollaj. Okej. Është një nga aftësitë e mia që e kam Po. edukuar veten Po. për të përshtatur më njëherë në rrethana sa më të vështira. Jo kështu këto rrethana kështu, sa i të sa i morë. Janë gjëra kështu. Okej, shumë mirë. Bujar, projektet e ardhshme, çfarë projekte ke? Unë kam bërë një bisedë me Arjan Çuliqin, do të filloj një film në shtator. Arjan Çoliqi e përshëndesim. Përshëndesim, po. Komedi e ka shkruar vetë skenarin. E bukur është? Po. E ke lexuar? Ai ishte Po, regjizori më i mirë nga më të mirët për mua të kinokomedisë. Edhe unë kam punuar, kam bërë 2-3 role me Arjanin edhe par filma. edhe kam kënaqësi të luaj përsëri me të. Bravo, ço. Po. Shumë nice. Okej. Shumë mirë. Kështu që do të thënë kam një komedi. Okej, po filmat të tjerë ke kështu? po kam trokitje kështu, Aha. trokit edhe zgjë. Okej. Trokit edhe zgjë. Trokit edhe zgjë. Se do të thënë ti je në pension tani apo Jam në pension, po e kam jetën shumë aktive. Bravo, ço. Shumë aktive. Nuk mund të i ridot. thua ajo punës. Jo. Po. Unë shkoj edhe për një poezi, shkoj edhe për një monolog për të realizuar ëndrrën. Çdo njeri Po. do të sakrifikoj. Patjetër. Në qoftë se nuk sakrifikon për të realizuar ëndrrën çdo njeri, nuk ka rin dot gjë. Po. Vetëm me sakrifica arrihet. Kjo Kjo është eksperiencë jo vetëm jona, por në gjithë botën. Gjithë artistët e mëdhej u bën të mëdhej vetëm saj të sakrificave, të punës e sakrificave. Në fillim sepse kishin një ëndër, se ka njerëz që s'kan ëndër fare. Ky është problemi i madh. Po nuk flasim për kështu për tallash, nuk flasim për Po flasim për njerëz. koka bosh. Flasim për koka bosh. Po, Okej, mirë Bujar, ne të falenderojmë shumë që ishe. Dhe unë i falenderoj shumë dhe ju uroj me gjithë shpirt suksese dhe vetëm suksese. Ishte një kënaqësi si ta. Të keni harmoni si vëllezër një herë e para, të keni dashurinë me njëri tjetrin, të respektoni njëri tjetrin për mendimet pavarësisht se mund të jenë të ndryshme, të kundërta, por të bashkëpunoni dhe të ecni se kur jeni dy forca shumë e Trenës madhe. është dhe ai në regji, po. Mirë, edhe ai, flas dhe atë, po me që jeni përmballni, jeni përmballni. Me një riad. Me jeni përmballni, do na mbërnjë, po dhe atë nuk e moja. Kështu je bashkë suksese. Vëllezërit e mi, i quaj si vëllezër. E kam sjuar shumë, të faleminderit shumë për kohën, je unik, je fantastik. Faleminderit. Falenderojmë shumë. Okej, vazhdojmë jemi të stunën e ardhshme, ju dua shumë. Bëri Donaldi mbylljen këtë herë, more njerëz. Thank you.